Selamu alaikum të dashur miq. Pas muajit bekuar të Ramazanit, u rikthyem tek emisioni e thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem Avdiu, me cilin do të vazhdojmë këtë rrugtim, ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do t'ju mirëpresim të na telefononi. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se dëgjoj Bujar, mirë se takojmë në kësaj radhe pas muajit bekuar të Ramazanit. Shumë çka u thënë gjatë Ramazanit. A ka me diçka pa u thënë? Sigurisht që kanë me edhe shumë gjëra pa u thënë, po nuk pretendoj se ne pikërisht sonte do t'ju themi ato. Kështu që nëse përsërisim ndonjë gjë, ajo do të jetë për kujtim i dobishëm inshallah. Ramazani iku, po ne ku mbetëm? Ramazani ashtu sikur edhe gjithë jeta jone, gjithë koha të cilën Zoti i plotfuqishëm na e kalon në dispozicion, po ikën shpejt. Ramazani i këtij viti mbase edhe ka ikë më shpejt se sa Ramazanat e kohëve të kaluara. Për një ditë që ishte më i shkurt apo? Jo do e mos, por konsideroj se mbase edhe për shkak se dita ishte relativisht e shkurtër, jo më e shkurtër e vitit gjithsesi. Dhe ai që kishte sadopak angazhim në një farë mënyre vetëm e vrente veten se u bë pas ikindia ose para iftarit, edhe në një farë mënyre ditët kalonin shumë shpejt. Personalisht më ndodh pothuajse çdo vit që gjysma e parë e Ramazanit ikën shumë shpejt, por ajo e dyta pastaj fillon të ngadalsohet disi. Me përjashtim të këtij Ramazanit që vërtet të dyja gjysmat ikën shumë shpejt, edhe kjo është një konkluzë që me cilin do që e kam bisedu këtë temë, sikur jemi pajtu. Ajo që menoj që është shumë e rëndësishme të potencohet, mbase nuk e kemi thonë deri tash shumë zyrtarisht ose shumë publikisht, le ta themi këto sonte. Të fillojmë me ata që thonë sikur të ishte e gjithë jeta Ramazan. Shkoj shpejt, na u duki shkurtër, mullims. Disa mbase edhe çajin është një lloj mallënxhimi që e përjetojmë të gjithsesi. Mirë po mu personalisht asnjëherë nuk më shkon mendja sikur Ramazani t'i shkon më gjatë. Po sikur t'ishte tër vitin Ramazan. S'muj me imagjinu dot, por unë e them kështu akoma më thjesht se sa e thua ti. Është Ramazani, janë pastaj 6 ditët e Shevalit që i bie 35 ose 6 ditë, ata që i rrinë gati sunetit të agjërimit të Shevalit. Po them sikur Ramazani ishte 40 ditë, konsideroj se ndoshta një pjesë e jona do të binim në sprovë. Për arsye se Allahu i plotfuqishëm e ka ditë sa mund të qëndrojmë. Sa mund të qëndrojmë e para, edhe sa na bën hajër. Realisht nëse e ndrojmë perspektivën edhe i çasim i kësaj problematike nga një këndvështrim tjetër, mund edhe të themi ai i cili nuk ja pa hajrin, nuk e shfrytoi Ramazanin për 30 ditë, edhe për 40, edhe për 50, edhe për gjithë vitin, mbase nuk do ta shfrytëzonte. Pastaj ajo tjetra, sikur të ishte Ramazan i tër viti, hajtë talom atë gatishmërinë tonë për të rezistuar dhe për të shërbyer dhe për të bëjë ibadet, po çka t'i bëjmë rutinas, çka t'i bëjmë mos shprehna me fjalën e vrasht, monotonisë. Do të shndrohej në një gjë të tillë. Pa pikë dyshimi edhe unë mendoj se ne e kam fjalën për çdo që synon me u përkushtuar në ibadet, rrezikun më të madh nuk e kemi praktikën e ibadetit. Për arsye se shumica e njerëzve me përjashtime, gjithsesi ka dhe përjashtime që e kanë shiju ibadetin me vitet tona, masa ne e kanë praktikë, Allah na ruaj. Mirë po pjesa dërmuese, ata që kanë përkushtim edhe sinqeritet e seriozitet, ata vazhdojnë, ata nuk ndalen. Mirë po rreziku me cilin ata përballen është kalimi i ibadetit në rutinë. E këthe Allahu i madhruar na e ka, si me thonë, nuk e ka lejuar që të ndodhë përmes... Po, në përmjet udhëzimeve të shumta dhe në përmjet lloj-llojshmërisë ibadeteve, cilat i ka përshkru si shtyllat e Islamit. Shahadeti, namazi, agjerimi, zekati, haxhi. Secila e ka një manifestim, secila e mbulon një aspekt të jetës njerëzore. Edhe të gjitha këto padyshim që e përbajnë një spektër të fort, të mirë të përkushtimit. Edhe në rastin ton, Ramazani vije një muaj hënor, 29 apo 30 ditë, edhe me kalimin e Ramazanit, ne mbase
tash s'po du me ju referu asaj praktikës së gjeneratave të hershme, që thonë gjysmën e vitit e kanë lutë Zotin o Zot na e pranoj Ramazanin prej neve, pastaj kur e kanë kalu gjysmën e vitit, se thonë njerëzit 6 muaj plus 6 muaj, atëherë do të doj vitit i kishte 13 muaj plus Ramazani, po jo, gjysma e vitit e kanë lutë Allahun që i bie 5 muaj e gjys, që Allahu ta pranoj, ndërsa gjysmën tjetër e kanë lutë Allahun që Allahu ta mundsoj ta presin edhe Ramazanin. Pra ishin në pritje të Ramazanit. Ne në një farë mënyrë mbas edhe nuk po arrim që vitin ton të ndajmë në kësi 2 gjysma, mirë po jemi dëshmitarë edhe ti edhe me gjithë ata miq me të cilët komunikojmë në mënyrë të vazhdueshme, miqe familjare të ngjashëm. Se para se të vijë Ramazani, ndoshta një muaj e gjysmë, ose gjysmë muaj pa ka rëndësi, fillojmë të pyesim njërin tjetrin, a jetu bogati për Ramazan? Dikush fillon me hek plonin mushafit, me fillu me lexu nga pak. Dikush besa fillon me agjeru ndonjë ditë nafile me u para përgatit për Ramazan. Dikush e bën një plan mes tjerash edhe të pushimit prej punëve të dunjas për me përkushtuar Ramazanit e kështu me radhë. Pra, fokusi është Ramazani. Po, pastaj edhe me kalimin e Ramazanit hala na man një energji, edhe një vullnet, një entuziazëm, edhe një 2-3 javë, 1 muaj, 2 muaj, që jemi bukur në mënyrë të vrejtshme, të dukshme, jemi të përkushtuar në ibadet. Dhe fillon edhe përshkrimi i asaj nostalgjisë Ramazanit, edhe rrjetet sociale vazhdojnë të jenë të mbushura me ato momente që përjetoni njerëzit në Ramazan. Por në anën tjetër, të mbushura ishin xhamit, të mbushura ishin përditshmëritë e besimtarëve me aktivitete, me fetarit të shtuar. Dhe duke u nisur nga fakti i natyrshmërisë njerëzore, a është normale që bjen intensiteti i adhurimeve, i angazhimit pas Ramazanit? Po, është shumë normale edhe shumë njerëzore. Është shumë normale edhe shumë njerëzore, për shkak se, sikur të thonim ndryshe, do të krijonim një shqetësim të panevojshëm të një pjesë e njerëzve. Dhe është shqetësimi, a u pranu Ramazani im? Po, është shqetësimi. Dhe në anën tjetër, si kriter po përmendet nga hoxhallarët, se shikoa ai Ramazanit në farforme. Po, interesant është kjo. Mirë po, para se ta trajtojmë këtë kështu sikur se përmendet ti, më lejo ta citoj një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që the, është e natyrshme që njeriu megjithatë të ulet intensiteti i zellit, ndërsa i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka parapo domethënë një gjatë të tillë me një hadith i cili është sqarimi përgjithshëm, s'ka të bëjë vetëm me Ramazanin, por thotë që është përgjigje pra edhe për këtë. Likulli nashatin shirre, o likulli shirretin fetra. Thotë secili aktivitet e ka atë zellin e vet. Edhe pas secilit zell vije një plogështi. Mundet me qenë shumë e lehtë. Megjithatë pason edhe jemi dëshmitar të asaj që na ndodh, edhe me namazin, edhe me agjerimin, edhe me plot gjëra të tjera, edhe në punë të përballshme. E pastaj këtu, domethënë, ky është cikli. Projekti, entuziazmi, rënia e entuziazmit, edhe vazhdimi, kontinuiteti do të më qenë i garantuar, për ndryshe kemi dashtu. Derisa kemi kontinuitet, jemi të suksesshëm. Këtu pastaj e përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një gjë interesante, thotë ai që arrin me e menaxhu plogështin në suaza të udhëzimeve të mia, thotë ai ja ka dalë. Ndërsa ai i cili lejon, qoftë edhe me shkujdesjen e vet, që plogështia ta çet për te kornizës së udhëzimeve të mia, ai ka dështu. Që do të thotë se secili prej neve jeton brenda një kornize, edhe jeta jonë si njerëz është brenda një kornize, pastaj jeta jonë si musliman është brenda një kornize. Ne themi jo rrallë, a ka Islami, a përban Islami kufizime. E pastaj ne të mundu me qenë sa më të sjellshëm, sa më të edukum në formulimin e asaj. Heqim kornizat. Jo, si heqim kornizat, po pretendojmë se Islami s'ka kufizime. Së është e vërtet, Islami ka kufizime. Edhe jeta duhet të ketë kufizime, për arsye se jeta pa kufizime është anarki. Edhe Islami e kufizon një korniz të gjerë. Mjaftueshëm të gjerë, jo shumë të gjerë, s'po du me thonë as shumë as pak, mjaftueshëm të gjerë, atë sa i duhet njeriut, si individ, edhe si shoqëri, edhe
atë korniz e vizaton me kufi. Këndej, mos shkel, edhe këndej mos shkel, mrenda kësaj ki hapësirë të mjaftueshme me vepru. E njëjta gjë është edhe në rrafshin vertikal, zelli, vullneti i cili eventualisht mund të bie edhe mund të ngritet, po edhe ky i ka dy limite. E ka limitin e poshtëm në cilin nuk ban të bim, po e ka edhe limitin e sipër në cilin në një farë mënyre nuk e përballojmë. Se nga njerë njeriu, që ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundem edhe më tepër, ka thonë më tepër se kaq nuk ka. Madje ka shku me një përshkallëzim 30 mujt ose të hanë tajte ose kështu, ka thonë atëherë më shumë një ditë agjeron, një ditë hanë, ka thonë mundem edhe më shumë. S'ka më shumë se kaq. Do të thonë edhe ai tavani ekziston. E tash ai i cili ka dalë prej Ramazanit nuk mund të qëndrojnë në nivelin e pikut, pra vazhdimisht. Do të ishte mrekullueshme sikur të qëndronte, edhe ka njerëz që qëndrojnë, po flasim për një standard përgjithshëm, për arsye se ato që mundën me bë individat. Mojnë mend çto se mendoj se është shumë e rëndësishme. Ato që mundën me bë individat, filoni, fisteku, që mundën me qenë kampiona, mundën me qenë rekordmena, ato që mundet me bo ai filani numër 1, numër 2, ato s'bën në asnjë mënyrë me bo standard të masës, për arsye se masa nuk e përballojnë dot. Standardi i masës është pikërisht praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur falej vetëm në shtëpi, qëndronte gjatë në këmbë saqë i ajeshin këmbat. Mirë po kur dilte për të falë muslimanëve namazin, e falte të shkurtër, jo duke nxitu, jo të shpejt. Mirë po të shkurtër. E kishte parasysh edhe atë fëmin që qante. Bravo, e kishte parasysh foshnjën që qante, e kishte parasysh edhe atë plakun i cili nuk mund të qëndroj gjatë në këmbë, e kishte parasysh edhe atë tjetrin i cili është në zorë se e pret një punë e rëndësishme e kështu me radhë. Ummeti mesatar. Ummeti mesatar, me standarde të kapshme dhe të aplikueshme për shumicën, jo për të gjithë, se ai i cili pastaj nuk arrin suazat normales me apliku standardin, ai e ka tretmanin e veçantë, i ka lehtësimet e veta. Kalem të vazhdimësia, hoqë. Si kriter që Ramazani ka qenë në rregull me neve. Çka në kuptojmë me vazhdimësi? Namazin vazhdojmë ta falim. Shevalin vazhdojmë ta agjerojmë. Shumë mirë është kjo. Çka është vazhdimësia për të tjerët? Bujar, secili atlet i ka standardet edhe rekordet e veta. Nëse ndonjëri për ndonjë arsye detyrohet me lënë aktivitetin e vet, për shembull një lojtar i futbollit, për shkak të një lëndimi do të më lënë pjesëmarrjen në lojrat e futbollit. Çka bën ai ndërkohë? Merret me rikuperim, merret me evitimin e pasojave të lëndimit. Edhe në momentin që i eviton ato, çka ndodh? Fillon ai me u stërvit për me arrit ekipën e vet, për me arrit standardin e vet. Për arsye se ai mund t'i takoj një ligë rajonale ose regionale ose të fshatrave të qyteteve, që nuk është sikurse ligat e Evropës. Mirë po megjithatë ai synim e ka me u kthy standardit vet, mirë po secili sportist megjithatë duhet të ketë edhe si synime të larta që shumë të me arrit edhe sa më lart. Secili ibadetxhi e ka standardin e vet. Nuk mundemi me e bë një standard prap po flas brenda kornizës. S'po dojmë me dal pe kornizës. Një standard të uniformuar. Një standard të vetin personal, të 5 kohëve të namazit, të kryerjes së obligimeve, të përmbajtjes nga ndalesat. Pra në këto s'bën. Në këto s'bën me ra. E pastaj çka të mundet, çdo tull që mundet me e qit mbi këtë themel, ai do të jetë i mrim, por tash na mundëm me krahasuar veten edhe në këtë aspekt. Për shembull, dikush që i ka 40 ose 50 Ramazana në bagazh, edhe pe atëherë, edhe deri tash s'ka ndonjë ndryshim, ka met me çato 5 vakte, s'po më thon mi bot 6 vakte se s'bën. Megjithatë mundet për arsye se nuk i kemi ne vetëm obligimet që i kemi ndaj Allahut fuqiplot. Edhe pse edhe në këtë aspekt kemi çka me ndrejç. Për shkak se të njëjtin namaz që e kemi fal para Ramazanit, mbase gjatë Ramazanit e kemi përjetuar më mirë se jemi fal në xhami, e pas Ramazanit ja kemi marrë dorën me u fal në xhamat. Kemi lexu Kur'an më shumë, kemi lexu përkthim edhe shpjegim të Kur'anit më shumë, kemi dëgjuar ligjërata, ato që i dim përmend që ja u kemi mësuar edhe kuptimin. Tani më kur e falim namazin e knojmë elhamin,
e dim çka po themi kur e knojmë kul a'udhu bi rabbil felek, e dim çka po lutemi kul a'udhu bi rabbin nas e kështu me radhë, edhe normal që edhe përjetimi i namazit do të jetë ndryshe prej atij që ka qenë para Ramazanit ose para 10 Ramazanit. Gjurmat. Gjithçysh. E tash, duhet të mos harrojmë edhe tjetrën. Ramazani nuk është thjesht vetë mundësi e pajtimit me Allahun fuqiplot ose e ndrejtjes raportit ton me Allahun. Ramazani është mundësi e rregullimit të relacioneve tona me rrethin, duke qenë se çfarë udhëzime të mrekullueshme na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për vetë përmbajtjen, për kujdesin për gjuhën, për gjymërtllëkun, dorëlirësinë, për të gjitha këto që realisht janë pjesë e pandashme të identitetit të agjeruesit. Nëse nuk e lën nga njështrën, mos të praktis as ushqimin edhe pijen. Nëse dikush i thot kështu ose ashtu edhe e provokon ose edhe e sulmon, ai do t'i thot, unë jam agjerueshëm, do të thonë nuk duhet të konfliktohem me ty. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte më dorëliri, më bujari për të gjithë njerëzve. Mirë, po në Ramazan ai e kalonte edhe vetën e vet jashtë Ramazanit. Pra, me kuptimin e kësaj ne u trajnuam mjaft. Pa pikë dyshimi. Për të vazhduar kështu pas Ramazanit. Jemi trajnu, jemi stërvit, jemi trajnu, do të durojmë që të mos provokohemi. Duhet ishim certifiku edhe mas Ramazanit unë mendoj se ja kemi borxh vetvetes që në secilin prej neve, ata më të afërmit ton ta vrejnë dallimin. Familja jote e ngushtë edhe familja ime e ngushtë, ta vrejnë dallimin në neve. Kemi qenë para Ramazanit kështu, tash jemi më kështu në kuptimin pozitiv. Jo ai i moçmi. Ai i moçmi s'bën kurse si me kanë, për arsye se është humbje e mundit edhe. Dhe pse hoxh pas Bajramit njerëzit megjithatë kthehen edhe në zakonet e vjetra. Bajrami është fest. Festat janë për të relaksu. Edhe relaksimi ndodh për të tregu se ti u diplomove, u certifikove. S'ke nevoj se nevoja jonë për të avancu është permanente, po s'ke nevoj të vazhdosh stërvitjen, ta s'ke nevoj të aplikosh atë që e ke mësu. E tash këtu ai relaksi, ai është kujdesja, kushtimisht me thonë, nëse na kthen në pozitën që kemi qenë para Ramazanit, atëherë pas diplomimin në pozitën e të papunit. Bravo. S'po du me thonë që s'kemi bo kurgja, megjithatë e kemi lëshu një mundësi të artë për me u ngrit në detyrë, për me u ngrit në pagë, për me u ngrit në të arritura, me punu ma pak, me fitu ma shumë, me rregullu vetës standard. Pse kanë qef njerëzit me u pasunu në këtë dunja? S'do të kishte logjik tjetër, veç me grumbullu pasuni, se kjo do të ishte shumë negative, sigur të mos ishte ajo thjesht për t'jetu ma lehtë, për t'jetu ma mirë edhe ma komod, edhe këtu s'ka kur gjatë keqe. E njëjta gjashtë edhe Ramazani. Pse po i japim zarë në Ramazan? Veç për me mujt që natyrshëm dhe në mënyrë komode, pas Ramazanit me qenë më të mirë se sa kemi qenë para Ramazanit. Në fakt në Ramazan ekziston plani se si të ecë ky muaj. Ai është dasht me pas edhe një plan pas Ramazanit. Gjatë Ramazanit ekziston plani i Ramazanit, cilin ne s'kemi pse me u lodh me bo plan. Thjesht ja vlen me sistem, po, me hin sistem. Pas Ramazanit menoj që secili prej neve mundet me pas duhet me pas, jo që mundet me pas një plan. Ai plan duhet jetë një përmirësim i vazhdueshëm, le të jetë edhe me intensitet të lehtë, ajo përqindja e ngritjes. S'ka nevojë me qenë pjertësinë e madhe, le të jetë veç në plus le të jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në çfarë kuptimi? Edhe në shtimin e veprave, edhe në largimin prej atyre që duhet me u largu, se funit në Ramazan e kuptuam që mundemi. Në Ramazan e kemi kuptuar që mundemi, edhe mundemi me bo ma shumë, edhe mundemi me u përmbajt prej atyre prej cilave duhet me u përmbajt, edhe në këtë formë ne e kuptojmë potencialin që e kemi në vetën tonë. Nuk duhet të mashtrohemi edhe të themi kemi grumbullu mjaftueshëm në Ramazan, edhe të ashtë rrim edhe të mbështetemi në atë që kemi arrit. Në jetën e kësaj bote nuk kam taku njeri i cili me gjithë
gjendjen e mirë ekonomike që e ka, e që mjaftohet, me thonë, unë kam mjaft pare për me jetu deri në fund jetës, edhe nëse jetoj 100 vjetë, kam mjaft për me harxhu. Shembull, i e bën një plan, do t'i harxoj 1.000 euro në muaj, për kaq muaj sa shpresoj me jetu, kam mjaftu shumë. Jo, ai sa më shumë ka qef me investu, me fitu edhe ma tepër. Për çka? Veç thjesht ekziston një ëndje, një dëshirë njerëzore për me arrit sa më shumë. Njëjtën do të ishte mirë të aplikojmë edhe në këtë aspekt. Edhe besimtari e aplikan. Megjithatë këtu ndoshta është mirë të nënvizojmë se kemi të bëjmë me kategoritë ndryshme të njerëzve, se gati këtë pjesë bisedës e kalum në një rrafsh pothuajse ideal, po kemi të bëjmë edhe me ata njerëz që ndoshta Ramazani për ta ka qenë risi, ose mënyra e tjetumit me mësimet e Zotit është gjithashtu risi në jetën e tyne, e që edhe për ata duhet... Çka është vazhdimësia për ta në këtë rast? Po pra, edhe për ata ka ofertë, ka udhëzime, edhe për ata ka mësime për arsye se funit qoftë edhe në një moshë të avancuar, nëse Zoti ja u ka mundësu që po e zomë, dikush moshën 40 vjeçare me qenë ky Ramazani i parë që e ka xharu, ose me qenë Ramazani i parë në cilin edhe e ka kalu pragën e xhamis, duke u futur brenda, unë konsideroj se edhe për te është një arritun e madhe. Është një në radhë parë e themi, po se themi thjesht, se themi për t'i bërë lajka askujt, por e themi për t'ju tregu që njerëzit të jenë të vëmendshëm edhe t'jenë mirënjohës në Allahut fuqiplot, se Allahu e ka dash një njeri të cilit ja ka ofru udhëzimin qoftë edhe një moshë të avancume. Edhe i këtilli duhet ndihet i prekun prej mirësisë hyjnore dhe prej mëshirës së Allahut fuqiplot, njëkohësisht të ndihet i privilegjuar, po edhe përgjegjës, që këtë arritur me e rujt edhe me e kultivu edhe mas Ramazanit. Pra edhe tash këta në një aspekt e kanë më lehtë për arsye se e kanë shumë të qartë çka duhet me ndrejtë, me rregullu jetën e tyre. Dikush se si ka falë për shembull 5 kohët e namazit, ka qenë i përkushtuar në faljen e namazit xumas, po e zon. Ose ka edhe njerëz që i falin po e zon 2 vakte në ditë, sabahun edhe akşamin. Edhe kanë filluar në Ramazan të i falin 5 vaktet. Ky pastaj me këtë kapitullin e namazit në një farë mënyre duhet me aqit kodin. Edhe mos me lanë ky kapitull me ndryshu në kuptimin e ramjes të poshtë. Po me avancu për atë sa është e mundur. Edhe pjesë tjera, ka njerëz që gjatë Ramazanit pendohen, jo ka njerëz, po të gjithë kemi nevojë të pendohemi. Dikush pendohet edhe e braktis, po e zon konsumimin e alkoolit. Ose e braktis një mëkat të caktuar, që nga njëherë ne mendojmë se çto janë mëkatet. Mos me pi alkool, mos me bë këto, mos me bë këto. Jo, ka mëkate edhe tjera. Edhe kur flasim, çka po flasim, apo jemi të kujdesshëm mos me ofendu dikën, mos me bart fjalë, mos me përgoju, mos me gënjy, mos me kështu me radhë, e që realisht këtu mbase shumica prej neve i kena pikat e dobta që fatkeqësisht manifestohen. Po mirë, kjo është edhe njerëzore, gjithsesi manifestohen shumë në përditshmërinë tonë. Edhe në këtë aspekt të gjithë kemi nevojë të pendohemi, pra pendimi është një ibadet të cilin e bëjmë në vazhdimsi gjatë ditës, themi estagfirullah. Të gjithë. Më i miri i njerëzimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë o njerëz pendohuni se unë pendohem gjatë ditës më tepër se 100 herë. Ai ka qenë skajshmërisht i kujdesshëm, s'po du me thonë i pagabueshëm, por në krahasim me neve ai ka qenë qindra gradë më naltë se na në kujdes në vepra e kështu me radhë, megjithatë e ka dëshmuar nevojën për të kërku falje prej Allahut, për t'ju penduar, për t'ju kthyer atij. E ku jemi ne? Do të thonë ne kemi nevojë të vazhdueshme dhe asnjëri prej neve nuk duhet ta krahasoj veten me tjetrin në këtë aspekt. Me thonë dikush, po mendoj mos më u kompleksua, kam qëllimin me thonë unë jam fillestar, unë halas po mëj me ilan dhe gjonat mëdhaja, qëre bujari ku kam ri, edhe pse për tjetrin do të me menu mirë, po menoj ai e ka rregullua edhe punën e ibadetit, e ka rregullua edhe punën e braktisjes së veprave të liga, hec përpara, merret me punë të mira kështu me radhë, unë mbase nuk do ta arrij atë. Mbase edhe do ta arrish. Mbase edhe do ta arrish. Kjo i ngjan sikur nëse në një fushë të caktuar i bashkangjitesh një grupi
që kanë fillu të mësojnë diçka ose të stërviten për diçka ose kështu me radhë, me 2 javë, 3 javë ose 1 muaj, 2 muaj vonesë, ndërsa staza është e gjatë. Edhe ti normal në fillim mbas edhe nuk e ke qëndrueshmërinë e tyne, mbas edhe nuk i ke njohuritë e tyre, mirë po me disa hapa të cilët kemi i qitë me pak nxitim, ndoshta brenda muajit, 2 muajve i arrin ata. Kështu që s'kemi nevojë të kompleksohemi me njëri tjetrin, nevoja jonë është që të merremi me veten tonë, edhe të identifikojmë të gjitha ato mangësitë cilat i kemi, ato defekte që i kemi, edhe të merremi me fiksimin e tyne, pa e krahasu veten me dikant. Nëse dojmë me e krahasu veten me dikant, e krahasojmë me ata njerëz që kanë kaluar përjetësi e që kanë dhënë shembull, po gjithsesi duhet të jemi të vëmendshëm për destinacionin ku ja kemi mësy, duke mos e harru asnjëherë, se nganjëherë kur i shohim destinacionet themi rruga është shumë e gjatë, edhe kjo nganjëherë mund të jetë zhgënjyse. Dikush i cili është në fillim të rrugës edhe e sheh se sa është edhe sa kilometra gjatë i kanë mbet, mundet edhe me u dëshpëru. Mirë, po për mos me u dëshpëru, këto veç do të me e pas parasysh. Kjo rrugë që kemi me e kalu edhe ai destinacion, kush e pret prej neve atë arritur, ai është Zoti i gjithësisë. E ky Zoti i gjithësisë pse e pret? A mos ka nevojë për arritjen tonë atje? Jo. Ky ka me na përkrah, Allahu i plotfuqishëm ka me na ndihmu, me na përkrah derisa të mrim atje. Edhe zban të plogështohemi, as të lodhemi, aq më pak të demoralizohemi në rrugtimin tonë. Pra, nuk është asnjëherë dështim nëse nuk e mbajmë ritmin e njëjtë Ramazanit, por të vazhdojmë dhe ndryshimi gjithmonë është i nevojshëm. Dështim është, më lejo ta them këtë buja, dështim është vetëm nëse ndalemi. As nuk është dështim nëse e mbajmë ritmin, as nuk është dështim nëse marrim thuarzohemi, nëse kemi vendosur me u ngrit prapë edhe me u përpjek. Vetëm nëse ndalemi, atëherë ajo është dështim. Hoxh, nëse duam të vazhdojmë ashtu siç ishim Ramazan, normalisht me një ritëm më të ulët, a na mësoi Ramazani se plani është shumë i rëndësishëm, sepse kishim disiplinë, kishim orar, e respektonim me saktësi, dinim kur është iftari, dinim se kur të ngritemi të shkojmë xhami për jaci, respektivisht për teravi, dinim kur të ndalemi në syfyr e kështu me radhë. Ramazani, mes shumë gjanave të mira që ne i ka mësuar dhe disiplinën. Po jo që ne i ka mësuar disiplinën, se disiplina, do të thonë, përmbajtja e rregullave, e orareve, e udhëzimeve, është gjatë cilën Islami në përgjithësi e promovon, jo vetëm në Ramazan. Po Ramazani na e ka mësuar se mundemi me apliku. Mundemi me u përmbajt. Edhe nuk di të ketë diçka që në mënyrë më konkrete i qetë në pah aftësitë dhe potencialet tona më shumë se sa Ramazani, konkretisht agjerimi. Edhe duke qenë se po e zonë me i thonë dikujt zgjohu natën 1 orë para sabahut. E mbase ndonjëherë mund të zgjohet për ndonjë nevojë emergjente, ndonjë udhëtim, ndonjë çka do të qoftë. Mirë të zgjohesh në çdo natë është paksa e vështirë. Megjithatë në Ramazan e kemi bë. Edhe derisa e kemi bë në Ramazan, e kemi kuptuar se mundemi. E pastaj a e bojmë as e bojmë matutja është tjetër temë. Mirë po e kemi kuptuar se mundemi, edhe derisa e kemi kuptuar se mundemi të zgjohemi 1 orë para sabahut, kjo pas Ramazanit na e bën më të lehtë zgjimin në orarin e sabahut. Që të mos na ik namazi i sabahut, për shkak se namazi i sabahut, sikur se ka ardhur në transmetime në hadithet sakta nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili ndreq ditën. Ai i cili suneti i tij e kalon vlerën e dunjas me çka ka, farzi, pra kryerja e farzit, përmbushja e obligimit të tij e fut njeriu në një mbrojtje hyjnore të garantuar, që njeriu padyshim që i nevojitet shumë, edhe në një farë mënyrë nuk ka diçka që na e paracakton fillimin e ditës përshëndetje, më mirë se sa falja e sabahut, e namazit e sabahut në kohë. Madje këtu duhet shtu edhe një fjali se mbesim mangut, falja për ata që kanë mundësi e namazit të sabahut me xhamat në xhami. E këtë në Ramazan e kemi pa. Do të thonë xhamiat edhe në namaz sabahut kanë qenë të mbushura me falës. Jashtë Ramazanit është, nëse i referohem praktikës time edhe xhamis time ku unë shërbej,
Mas Ramazanit xhamati i sabat është diku 30% i atyre që ishin në Ramazan. Dhe hoxh, Tash ku janë ata tjerë? Unë s'kam dyshim që ata falen. desha pyes një detaj këtu. Në namazin e sabat, kur radhiten safat, ju ktheheni nga xhamati. Shef fytyra të reja për namaz sabat tani? Po, shah. E kjo është sinjali mirë. Po, është sinjali mirë dhe kjo ndodh çdo Ramazan, çdo vit. Pas Ramazanit, Ramazani i ka ato prurjet e reja në xhami edhe aty vrehet ndikimi. Në asnjë mënyrë nuk po du me thonë që ato ftyra që nuk i shonë namaz sabat, që ato e kanë lënë, jo. Po flasim për disa që megjithatë atë përkushtimin e Ramazanit e kanë vazhdu në një intensitet të kënaqshëm edhe pas Ramazanit, pa paragjyku Zotin na rujt për tjetër kanë. Do të thonë nëse e lavdoj dikon, s'jam tu e shoh dikën tjetër që të mos keq kuptohemi. Mirë, po gjithmonë ka, alhamdulillah. Ka, po mënoj, prurje dhe atë jo vetëm namazin e sabat, namazet në përgjithësi, po e vrenë se... Qenka edhe kjo e rëndësishme, Ramazani të shkoj, po ne të mbetemi në xhami në këtë rast. Menoj që lidhja e besimtarit me xhamin është sikurse nevoja për këtë punë, pra është sikurse këto pajisjet që i përdorim, e që në momentin që u harxhohet bateria kanë nevojë të karikohen me energji të re. Xhamia këtë rol e ka te besimtari. Apo sikur thash makinat elektrike që megjithatë aty ne nuk kuqesim karburant, po në mbrëmje ato dikon duhet të mbushen me rrymë. E njëjta gjë është domethënë gjendja e besimtarit dhe shkuarja në xhami. Dikush mund të thotë po, me rëndësi është falja e namazit. Po, është e vërtet. Mirë, po falja e namazit kudo, gjë që është legjitime, nuk e ka efektin sikur se falja e namazit në xhami për arsye se karikimi në xhami është më i garantuar. Se ka efekte jo thjesht vetëm për mbushjes së obligimit, ka efekte të tjera, është një pozitivitet. E kam thënë shpesh herë që njerëzit rrezatojnë me te edhe rrezatohen me te pozitivisht, që nuk di të ketë dikon më efikas të bëhet se sa në xhami me rastin e faljes së namazit, po edhe me rastin e pjesëmarrjes në aktivitetet e xhamisë, sikur se janë ligjëratat, mësimet e ndryshme e kështu me radhë. Arrihet efekti me mbajt baterinë gjallë me 20%, me 30%, edhe nëse falet të shtëpia. Mirë, po nuk e ka efektin e njëjtë. Nga xhamia kthehemi sërish në shtëpi. Ku mbeten gjithë ata njerëz të kohës së iftarit, ata mysafir, ato shkuarjet për iftar? Unë do të thoja se iftari si nocion, për neve si besimtar, do të duhet ishte shkollë në vete. Dhe ajo shkollë do të na jepte mësime nga më të ndryshmet, e që mësimi i parë është se familja, në kuptimin e ngushtë, pra familja e ngushtë, e ka përjetu iftarin në mënyrë shumë specifike, shumë të veçantë, shumë të mirë, për shkak se të gjithë familjarët janë ulën sofër së bashku. Gjë që nuk ndodhi jashtë Ramazanit. Për shembull, jashtë Ramazanit dikush punon, dikush shkon në shkollë, dikush në studime, dikush ka një punë dhe sot gjithmonë do të mungoj dikush. Dinamika e jetës na imponon që rrallë mbasi gjatë vikendeve komplet familja ulemi së bashku në sofër. Dikuj mund të tingëlloj shumë e parëndësishme kjo, por unë mendoj megjithatë për një familje normale, ulja së bashku për të ngrënë mëngjes, drekë, darkë, çka do të qoftë, e komplet familjes e ka një efekt të pamohueshëm pozitiv në homogenitetin e familjes, në mbajtjen e tyre afër. Kështu që shkolla e iftarit, mësimin e parë e ka që familja të rinë afër edhe familja, pra po flas për familjen e ngushtë. Po kjo mund të aplikohet pastaj edhe në radhë më të gjerë. Mirë, po në familjen e ngushtë, familja duhet të ketë do lidhje të cilat e kanë një rreze për të cilës s'bën me dalë. Dhe më thonë, si kur me qenë të lidhun me një litar, i cilë është i padukshëm, por nuk është shumë i gjatë.
prindrit edhe fëmijët ndërmjet veti, vëllezërat e motrat ndërmjet veti nuk bën të largohen shumë. Ai litari është i shkurt, nëse largohet edhe pak më shumë ai kputet. Domethënë kjo është, mendoj që është mësimi i rëndësishëm kur është në pyetje familja që na e jep iftari. Ai mësimi tjetër ka të bëjë me prapë të shkolla e iftarit po ndalen. Ka të bëjë me dhënien buk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Medinë, kanë dalë njerëzit me e prit. Besimtarët e kanë prit me shumë mallëngjim, ka pas të atill që e kanë besu, akoma se kanë pa, para mendo çfarë dëshire. Po edhe ka pas edhe të atill që kanë dëgju për te, akoma se kanë besu, po e kanë pas një kurreshtje të theksuar për me e pa. Një prej tyre u kon Husain ibn Selami, i cili atë botë ishte jahudi, edhe pati dëshirë me taku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kishte dëgju për to, kishte lexuar besa në librat, në shkrimet e tyre të shejta, më herët për do paralajmërime, edhe thot kur erdhi, fjala e parë që dëgjova prej tij ishte ejuhan nas afshu salama wa at'imu at'am. O ju njerëz, përhapeni selamin, si përshëndetje, por edhe si nocion, edhe si kuptim, paqen. Wa at'imu at'am, edhe jepni ushqim. Ushqejeni njerëzit që kanë nevojë për ushqim. Edhe pjesa tjetër e hadithit, po dua të them se është mësim bazik i Islamit, që me dhon buk. Në Ramazan, pothuajse çdo familje e ka një program, kanë do të me thirrni iftar, kanë zbon pa e thirrë se marrë është. Thirrën familjet ndërmjet vete, vëllezërit, motrat e kështu me radhë, akraballoko, thirrën miqësia, thirrën shokët që në një farë mënyrë e kanë një relacion të mirë dhe të përzemërt ndërmjet vete, por s'ju vjen mundësia jashtë Ramazanit, ndoshta me u tubu në për shtëpi, e kësaj shkollë e rëndësishme e Ramazanit është edhe dhënia buk, ushqimi i të tjerëve, s'po du të them i të rriturve, s'po du me thonë i të varfër dhe skamnorve, për arsye se iftari nuk është veç për këtë, iftari është kujdo që t'i japsh me po iftar ti e ke vlerën e agjerimit ti. Nga njëherë njerëzit i dëgjojmë, nga njëherë organizimet e iftarit ka mjaft çka të flitet për to. Për mu prioriteti të gjitha prioriteteve edhe me vlerë, menoj prej 1 deri në 10 ose thuj deri në 20, ato iftarët e shtëpive, iftarët familjare janë që ato e një iftare. Ato tjera, dikush ka qef mi pas 50 vetë një iftar, po në shtëpi s'ka ven, iftar në restoran, mirë është, edhe ajo e ka vlerën e vetë e kështu me radhë, mirë, po insistimi e është që iftarët të bëhen në shtëpi. S'mund është me i thirë 50 vetë, thirë 10, zbat nami. Po pastaj disa njerëz i shohim duke reagu, po i thirrni vetëm të pasunit, po edhe të pasunit me i thirrni iftar është vlerë edhe sevap. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pas sidomos parinë kurëshitëve, edhe pse janë kon mushrik, ka pas qef me shku edhe me fol me ta se ka pas dëshirë që edhe ata të udhëzohen. Po du të them se nuk është kjo ligësi me thon, po bën iftar veç me njerëz elitar ose bla bla që njerëzit kanë marak me fol për këto gjona. Gjithsesi, duke mos e harru familjen, gjithsesi duke mos e harru edhe njerëzit e rëndom përderisa janë edhe ata në rreth. Mirë, po iftarët familjare për mendimin tim janë prioritet. Pra, kujt t'i japsh me po iftar e ka rrit ekstra edhe vlerën e agjerimit ti. Edhe te shkolla e iftarit nuk moj pa e përmend një gjë që është më e rëndësishmja, edhe kur themi nëse dikujt do të më marr lakmi në veprat që i ka bë, atëherë lakmin më të madhe na do të më pas për suksesin gjithsesi, për ato nana, ato gra, ato motra, ato bashkëshorte, ato zonja të shtëpive, të cilat gjatë gjithë Ramazanit kanë përgatitur ushqim. Për familjarët e ka pasko edhe për mysafirët. Është sakrificë e madhe. Mos harrojmë heroinat e Ramazanit. Heroinat e Ramazanit, unë mendoj se ato janë heroina, janë legjendare për shkak se ne si burrat është, jemi real, shkojmë pas ditën në shtëpi edhe që me thona e brenga kryesore që me nxon një çosh me pushu pak. Ndërsa në atë kohë që ne pushojmë edhe mbledhim forca për të lexuar Kur'an, për të shku mi fal taravit, për kështu me radhë, për çato zonja në kuzhinë
non stop punojnë diçka që nuk është punë e lehtë. Neve na duket punë e thjeshtë, mbas edhe nuk e vlerësojmë sa duhet, për shkak se përsëritet disa herë gjatë ditës, për çdo ditë të jetës, mirë po ajo është punë e cila don shumë përkushtim. Mendoj që Allah i madhruar i ka begatu ato zonja për shkak se ja u kalon atë gatishmëri natyrshme që mos me u lodh për atyne punëve. Për ndryshe ne mashkujt, burrat, s'kishëm mujt me rezistu. Thonë, burrat janë kuzhinier më të mirë dhe më të zotë se gratë, mundet me qenë e sakt. Por leta dëshmojnë. Jo, e dëshmojnë, mirë po në vazhdimsi. Me po punën që e bojnë gratë, burrat, unë mendoj se të gjithë, pa përjashtim, ishim korrit. Për arsye se burri më i mirë, tash në këtë aspekt, burri më i mirë cili është çaj që eventualisht ka gatishmëri me i ndihmu grus në punë të shtëpisë. Nuk kemi ndonjë burr i cili thotë le gru një javë ki pushim se unë merrem me të gjitha punë. S'mundet asnjë burr me rezistu. Secili familjar, secila familje do të jetë shumë mirë njohës për atë pjesën ma vitale, ma të rëndësishme për atë shtyllën e familjes për këtë kontribut të madh. Jam shumë i bindur. Pase ato iftare, ato organizime s'do të kishin kuptim apo s'do të realizoheshin? S'do të realizoheshin, bujare edhe është tjetra. Jam shumë i bindur që Allah i madhruar ka më shpërbly shumë ato gra për punën që kanë bërë. Dhe hoxh, u përmend shumë çka, këshillat shumta, por nëse do ta përmbledhnim Ramazanin që shkoi në një këshill, si do ta përshkruanit? Një këshill do ta ndaja në dy pjesë të vogla, po mendoj se kemi nevojë për te. Këshilla e parë është mos u ndal. Vazhdimësia është shumë e rëndësishme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall", më e dashura prej gjitha veprave tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme, ose ajo që është më e vazhdueshmja në superlativ, për t'treguar se vazhdimësia megjithatë është e rëndësishme, edhe nëse është pak. E tash, që kjo hadith na jep çdo dy këshilla, edhe vazhdimësinë, qoftë edhe me pak. Edhe qoftë edhe me pak, me atë ngritjen që thash se zguxoj me leju me pas ramja, duhet me qenë gjithmonë ngritje, qoftë edhe me përqindje shumë të ulët, megjithatë vend numërim nuk ban me pas. Faleminderit shumë hoxh. Faleminderit. Të dashur miq, pas pak të rikthehemi për t'ju mirëpritur juve që të na telefononi. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin e Thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem, do të vazhdojmë dhe do t'ju presim që të na telefononi dhe derisa do të kemi telefonat, kemi një pyetje, thot Hoxh, si ta dim a është i besueshëm ndonjë hoxh online? Në sens, ne duhet të gjithë njerëzit t'i konsiderojmë të besueshëm. Megjithatë, duke qenë se ne edhe blerjet online, megjithatë i klasifikojmë, edhe nuk është se në çdo ofertë që na del, si me thonë, tërhiqemi prej saj. Atëherë, duke qenë se kemi hoxhallar sa duash, s'ka nevojë online, e ki hoxhën e mahallës, me cilin i rrit, cilin e nje prej kohësh, cilin ke mundësi me dëgju, cilin e prek, me cilin flet, me cilin mundesh me pi kafe. Unë mendoj se këto alternativat online nuk duhet të jenë prioritet. Në momentin që ne e kemi një formim, pastaj një formim të rëndësishëm, atëherë kjo mundësia online e komunikimit është përparësi e madhe. Mirë po jo kur jemi komplet të paudhëzuar. Mirë, tani do të mirëpresim telefonatën. Alo? Alo? Por, nëne? Selam aleikum. Aleikum salam. Desha vetëm një pyetje për Hoxhën. Po? Prithanës jo atë agjeroj ditë e shevallit, sot e krya ditën e 4, a mundë me vazhdu edhe nesër që është ditë e gjuma, edhe me përfundu të shtundën? E qartë. Faleminderit. Faleminderit ju, aleikum salam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. A jeni mirë bujar? Mirë, faleminderit. Po ju? Alhamdulillah. Si kalove Albert? Fillimisht
agjerim të pranuar për të gjithë, që e kemi agjeru, edhe mos me harru atë se sahabët janë lutë me mujtë të tërë për me orë Ramazani, për me ua pranu agjerimin Ramazani. Asaj për këtë temës, Ramazani është një herë në vetë. Po kjo nuk do me thonë se e në Ramazan mos me u folë, qoftë forzet, apo sunetet. Por do të me di që namazi është shtylla e dytë e Islamit. Domthonë me vetë faktin se në Kur'anin, në librin e Allahut, është përmend me shumë herë namazi. Domethënë do të me pas parasysh që ky është argumenti kryesor pse ne si besimtar do të me vazhdu me namazin, domethënë shtyllën e fesë pas shahadetit. Kështu që me najtë gati namazit sidomos, por edhe tjera lidhje fare fisnore këtu me radhë që i përmendi edhe Hoxha Ekrem. Edhe alhamdulillah që është për me u gëzu ato që tha Hoxha Ekrem që është edhe të ju shtu numri i namaz falësve, do më ftyra treja, kjo është për më gëzu. Ka që po të bujar me thonë, më bëni Allah për zjatjen, Allah i rujtë e ju shpërbleft, mirë presim çdo herë. Edhe Hoxhën Ekrem sidomos, është i kushtër dhe gjyshtë. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum selam wa rahmetullah. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Apo ka ikur në një keq? A mundemi me vazhdo me agjëruthet edhe nesër? Po. Do më thonë, ekzistojnë disa ndalesa për ditën e xumah dhe ditën e shtunë, por ato ndalesa vlen për veçimin e këtyne ditëve pa ndonjë sebeb. Për ndryshe, dikush që agjeron për shembull ditët e Shevalit me radhë, agjerohet edhe xumaja, agjerohet edhe shtuna pa asnjë pengesë. Dhe Alberti zakonisht po Albertin Allah shpëlbeft namazin më shumë. Po sigurisht e dëgjoja një person duke e trajtu namazin edhe më pëlqej shumë nga mesi i shtyllave të Islamit. Edhe po i thot atij moderatorit një bisedë kështu ishte. Po i thot njeriu i cili është në Islam, nuk e ka më borx me e thonë shahadetin në kuptimin e kalimit në Islam. Do të thonë themeli i parë se shtylla e parë veç shkoj. Thot ai i cili është i varfër nuk ka mundësi, s'ka obligim me dhënë zeqat. I njëjti se ka obligim as me shku në haxh. Ai i cili është i sëmur nuk e ka obligim me agjëru. Mirë po, a ka ndonjë situatë kur besimtari nuk e ka obligim mu falë? S'ka. Edhe nëse është i smur, edhe nëse është në çfarë do lloj situate, derisa është në gjendje normale, domethënë shëndetit mental, atëherë ai e ka obligim me fal. Kështu që namazi mbetet i veçantë prej gjitha shtyllave të Islamit si obligim pa alternativë. Për këtë arsye është insistimi kaq i madh, edhe në Kur'an e hasim namazin kaq shumë, po edhe në hadithet profetike edhe hoxhallarët kur flasin, s'ka mundësi me trajtu një temë, çfarë doshe mos me e lidh edhe me namazin për shkak se Islami i ka dhënë kaq shumë rëndësi namazit. E ka bërë këtë lidhje kaq direkte edhe kaq të pa alternativë mes robit edhe Zotit. Kemi një pyetje që thot Hoxh, i fali 5 kohë të namazit, por nuk jam e mbuluar, pra s'kam shami, nuk mban shami. Këshill, koment. Koment, i fal namazet, do më thonë obligimin e namazet e ki në regull, nuk e përfill mbulesën, për arsyet tua, të mbulesa e ki përgjithësin para Zotit, cila është ajo qysh do tjetë ajo, nuk jam kompetent me fol në kuptimin, ka me të ndodhë kështu ose kështu, veç dije se ke përgjithësi, kjo është shumë më rëndësi, e këshilla është pse falesh e pse nuk mbulohesh. Allah falim se Zoti e ka kërku prej meje namazin. Ato obligime tjera, e njëjta gjë që thonim në Ramazan dikush që agjeron e nuk falet. Pse agjeron? Agjeroj se është obligim. E pse nuk falesh?
kur i njëjti Zot që ta ka kërku agjerimin, ta ka kërku edhe namazin. Në rastin tuaj, ai që ka kërku që ti të falësh, ka kërku edhe të vishësh ashtu si ai kërkon. Kështu që bënja vetës këto pyetje dhe kjo më ardh të një konkluz e dobishme besaj. Pas vdekjes shpirti arrin në varr deri në ditën e Kiametit apo kalon në botën tjetër takohet me shpirtrat e mirë inshallah. Shpirti nuk rrin në varr, për arsye se varri është për trupin, nuk është për shpirtin. Shpirti i takon një dimensioni tjetër. Në momentin e vdekjes ai ngritet në qiell, edhe varësisht pastaj çfarë ka qenë, ashtu e ka edhe tretmanin. Shpirti i mirë vazhdon tutje, shpirti i keq kthehet mbrapsht e kështu me radhë. Domethënë shpirti i takon një dimensioni shpirtëror, për cilin kemi pak njohuri. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Gjithë me aboni pitje hoxhës lidhje me namazin dhe Ramazanin. Po? Të më thonë një njeri që falet i rregull me namaz në kohë, më në dhe për të mira me bon, sadaka, rita dhe qatë. Atë sa dinët sa monët. Po, nuk e kuptova pjesën e dytë të pyetjes, lutem. Dhe më thonë, Ramazanin e namazin e ka në kohë. I plëtson për çdo ditë, për çdo kohë. Më në dhe bon sadaka, rritët i japmi. Po dishka Ramazanit së një dalë në fund komplet, dishka më shtynë, më rëzon. E ke fjalën, agjërimi nuk e përballon apo? Me vështirësi. Me vështirësi, ama e mban. Po. E mbaj, po ka njerë dhe e prishi. Dishka e shoh që s'është në rregull, po nuk e di pse. Veç ka të bita me ditë në i spjegim nisën. A ke pas vështirësi gjatë Ramazanit në agjërim, në aspektin shëndetësor, nuk ke mujt me përballu ditën? Jo, as gjonë nuk ka, as shëndetësore, as mendore, po shtetë diçka më të mja dalë dhe një fund. Nervoz. Ka që ishte kjo. Faleminderit. Faleminderit be juve. Po hoxh. Shumë rrallë ndodh me dëgju ankesën në agjërim e me i pas për shembull namazin edhe punë tjera në rregull. Edhe kjo sigurisht që të shtin me mendu që sprovat me gjithate janë të lloj-llojshme. Unë njoh njerëz që agjërimin si agjërim e përballojnë me vështirësi. Edhe më kanë thonë që domethënë diku pas dite shkyme. Pse? Për arsye se ai mund të ketë një shpjegim, si më thonë, mjekësor, pse s'mundot ai domethënë me përballu agjërimin deri në mramje me freskit mjaftueshme, sidomos tash që dita është më e shkurtër. I ka sigurisht shpjegimet e veta që jam unë kompetent me i bë. Te rasti i këtij vllaut nuk po e di sakt çka mundet me qenë arsyeja, po megjithatë çdo vepër edhe çdo ibadet që të vije vështirë me e bë, dije se nëse e kryen kimë fitu më shumë kimë fitu sevap edhe ner te Allahu fuqi plot, se sa dikush që e bën me lehtësi. Domethënë çdo vepër që e bën me më vështirësi, sevapi është më i madh përderisa e eliminuam atë, si më thon, pengesën shëndetësore. Ti e pyete, ai thash jo, s'kam probleme shëndetësore, po vetë ashtu diçka s'po muj me përballu agjërimin. Apo do të më i dhon zor, nuk do të më u dorëzu para sprovave edhe para krizave të çfarë do natyre të qofshin ato. S'bën me u dorëzu. Ora. Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Thotë çka me bë kur haroj sa rekate i kanë fal? Shkaka ajo që ta thotë mendja më tepër. Harron sa i ke fal, po megjithatë nuk besoj që mundet me qenë dilema a je në rekatin e 4 të parin.
po mundet me kon dilema e në resatin e 4 të tretin, ose e në tretin në dytin. E shko të numri më i vogël, se për ato je i sigurt. Edhe atë pjesën tjetër plotësoje të duke u bazu në këte. E qartë, tutje thot, a kanë të drejt nipat e mbesa në trashëgimi kur baba i tyre ka vdekur? Janë specifike këto, po menoj nuk më kujtohet tash përgjigja, mundëm me gjetë përgjigjen, mirë po nuk... Po e lëm për javën tjetër. Mirë, e kemi edhe një telefonat që do të enkuadrojmë, alo? Selam aleikum, hoqë. Aleikum selam. Deshta me pytë, hoqë, unë e kam agjeru Ramazanin krejt, edhe thes jam të përcjell 6 ditë. Çfarë vlerë ka që jam të agjeru të 6 ditë Ramazanit? Jam të përcjell 6 ditë. Që ato deshta me ditë. Tamam. Jam të agjeru veç edhe 2 ditë bëjboj 6 ditë. Mashallah, shumë mirë. Çfarë vlerë ka deshta me pytë, hoqë? Me njëherë do të përgjigjet, hoqë. Faleminderit për telefonatën. Allah ju shpërblet. Amin edhe juve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili agjeron Ramazanin e pastaj atë e përcjell edhe me 6 ditë të Shawalit, thot kjo është e barabartë sikur ta kishte agjerua gjithë vitin. Me dallimin që agjerimi i Ramazanit është obligim, 6 ditë të Shawalit nuk janë obligim, është agjerim vullnetar, mirë po kur kompletohen, e mira shumëzohet me 10 edhe i kemi dikon afër 360 ditë të agjeruara të vitit, që i bie sikur me agjeru gjithë vitin. Një vit i tërë. Edhe një telefonat në fund fare, alo? Alo? Po? Zuria. Edhe selam aleikum. Aleikum Edhe selam. Zoti ka boll Ramazanin. Amin. Amin. Edhe deshta t'ja bëj një pyetje hoxhës, 2 i kam, nëse bën. Po. Pyetja parë është që unë bëj namaz, do me thonë 5 vakte t'i fali, ama tash është që jo mi me një punë, po duhet me punu pa tjetër. Është ka shorti i smur, do të me punu, me të me mbojta familja, se si vajza, si unë si krejt, ama men ku më rinë namaz, ama ato së më po falna. A ban më falë të shpia kur të këthena, kohë të namazit, sabajnë e falin më ngjes, edhe jatësien e mrika njëherë, ama qysh i mrikohat se me ndrime për më ndrojnë, e nëse a bën që ashtu atë një kisha. E dyta është edhe këto macat e du shumë, i ushqej shumë. A vëdën gjysh shumë i kam marak se di pse, a vëdën se kam që tha kanë hongër, a kanë pis di, si kur fëmijëm do kanë. E dyqysh tash a vëdën a kam harama, ajo. E kam se vap, po do me thënë. Po dhe kam se vapa, është harama se s'përdi qka. E qartë, do të Litë përgjigjesh. se vapi, mos e përmen haramin. Po, e që ta dishtë atë më këshillan hoxha. Edhe në të nazmazi po më rinë punë. Do me thonë po punoj sa po punoj, ama po kënoj dovë në stop, po thonë së po falna. Faleminderit për telefonatën. Natën e mirë, zote ju shpërblet. Natën e mirë, për macet u përgjigjet, hoxh? Po. Macat jenë krijesat të Allahut, edhe çdo krijesë që e ushqen ose i jep me pi ka sevap, edhe macat në mënyrë të veçantë. Te namazi? Namazi është çështje serioze edhe do të me gjetë formulën qysh me e inkorporu namazin në orarin e punës. Qoftë edhe në kohë të pauzës me e falë namazin, domethënë të paktën farzet, drekën e kindin, e pastaj akshamin kur kthehesh te shtëpia edhe yatsin. Përndryshe s'bën me elan, s'mundet kërkosh me dhon leje me elan namazin. Faleminderit. Faleminderit aty. Dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.